Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima e përjetësisë. Nëse keni aloe vera në shtëpi, nuk do vuani kurrë nga këto sëmundje. E njohur që në kohët e lashta si bima e përjetësisë, aloe vera posedon shumë efekte shëruese, disa prej të cilat veç se mund t'i dini. Veç kësaj, ndoshta e keni një bimë të tillë në shtëpinë tuaj të cilën e mbani për nevoja të vogla, si për trajtimin e gërvishtjeve, prerjeve dhe djegjeve. Megjithatë, me siguri nuk e keni ditur se aloe vera nuk kufizohet vetëm në këto benefite, por është edhe më e dobishme kur ju e konsumoni atë. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv, natyral, përfshirë polisakaride, vitamina, enzima, aminoacide dhe njëkohësisht minerale. Sipas revistave të ndryshme të shkencës dhe të shëndetit, aloe vera posedon edhe veti antibakteriale, antivirale dhe antifungale që ndihmojnë sistemin imun në pastrimin e trupit të toksinave dhe patogjenëve pushtues. Por kjo nuk është gjithçka çfarë aloe vera ofron. Mineralet. Aloe vera ka ngarkesa minerale duke përfshirë kalcium, magnez, zink, krom, selen, natrium, hekur, bakër dhe mangan. Këto minerale punojnë së bashku për të nxitur rrugët tuaja metabolike. Enzimat. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme si amilaz dhe gjithashtu lipaz, të cilat mund të ndihmojnë në tretje duke shkatëruar molekulat e yndyrës dhe sheqerit. Një molekul në veçanti ndihmon për të ulur inflamacionin. Vitaminat. Një studim tregoi se aloe vera në fakt përmban vitaminë B12, e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kjo do të ishte një lajm i madh për vegetarianët dhe veganët në veçanti, të cilët shpesh nuk marrin sasi të mjaftueshme të B12 përmes dietës së tyre të rregullt. Studime të tjera kanë treguar se konsumimi i saj mund të bëjë më aktive vitaminën B12, që do të thotë se trupi mund të absorbojë dhe të përdorë më lehtë, duke ndihmuar kështu edhe në parandalimin e mungesës. Aloe vera është gjithashtu një burim mjaft i mirë i vitaminave A, C, E, acidit folik, kolin, B1, B2, B3 dhe B6, ndërsa mbetet e paqartë nëse mund të mbështetemi vetëm në aloe si një burim i B12, ai mund të përdoret me një shtojc për të ndihmuar në rritjen e absorbimit. Aminoacidet. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacidet esenciale të kërkuara nga trupi i njeriut. Ajo gjithashtu përmban acid salicilik, i cili lufton inflamacionin tuaj dhe njëkohësisht të gjitha bakteret. Bima e aloe verës është një nga kurat më të fuqishme që natyra na ofron, sepse ajo arrin që të shërojë organizmin si nga jashtë ashtu edhe nga brenda. Nuk besohet të ketë njeri që nuk ka dëgjuar për përfitimet të cilat vijnë nga xheli i aloe verës. Kohët e fundit, ky lëng çuditëbërës ka fituar mjaft vëmendje dhe popularitet në mesin e njerëzve që kujdesen për shëndetin e tyre. Çfarë është lëngu i aloe verës? Lëngu dhe xheli prodhohen nga gjethet e gjata të bimës. Mund të duket e vështirë, por në fakt gjethet e bimës mund të japin lëng edhe në mënyrë tepër të thjeshtë. Këtu ju do të gjeni të detajuar të gjithë procesin e përgatitjes së lëngut të aloe verës. Pritini gjethet sa më pranë pjesës kryesore të bimës. Gjethet ndahen në gjysmë sipas së gjatësisë. Sigurohuni ta keni hequr cipën nga gjethet, pasi cipa e jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirreni xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur një thik. Pjesët e xhelit gjithashtu që keni përftuar i vendosni në mikser dhe i punoni derisa të merrni lëngun e aloe verës. Filtrojeni lëngun që ta pastroni nga çdo fibër e tepërt që mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Tashmë jemi gati për fazën e fundit, atë të kombinimit të lëngut të aloe verës të shtrydhur me lëngun e frutave të tjera.
Mund të shtoni lëng portokalli, limoni të verdh ose limoni jeshil. Përzini së bashku dhe shijojeni. Megjithatë, duhet të keni parasysh që vetëm 10 gram në ditë nga xheli aloe verës keni nevojë ta kombinoni me lëngun tuaj të preferuar. Mirëpo cilat janë vlerat shëndetësore të lëngut të aloe verës? Pirja e lëngut të aloe verës ka vlera të shtuara dhe mirëbërëse për organizmin, vitaminat dhe ushqyes. Lëngu i aloe verës përmban një sasi të lartë ushqyesish të domosdoshëm siç janë vitamina A dhe E, magnezi dhe kaliumi. Këto janë shtyllat kryesore të mirëqenies së brendshme. Antioksidant. Tek lëngu i aloe verës do të mund të gjeni një sër antioksidantësh tepër të fuqishëm të cilët do t'ju ndihmojnë të luftoni radikalet e lira, shenjat e plakjes dhe disa sëmundje. Mbështetje për sistemin tretës. Aloe vera përmirëson gjithashtu mënyrën e tretjes së ushqimit. Nëse pini lëngun e aloe verës do të arrini të zvogëloni sasinë e acidit në stomak dhe të parandaloni formimin e ulçërës. Avantazhe për funksionet e trurit. Imuniteti është një tjetër përfitim që vjen nga lëngu i aloe verës dhe kjo fal antioksidantëve dhe nivelit të lartë të vitaminës C. Shëndeti dentar. Disa studime kanë treguar se pirja e lëngut të aloe verës ka një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin dentar dhe përforcimin e dhëmbëve dhe parandalimin e kavitetit. Mbani nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Mund të pini rregullisht lëng aloe vera në sasi të kufizuara ditore dhe do të keni luhatje të limituara të insulinës në organizëm. Ky është një lajm i mirë sidomos për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti dhe ata të cilët duan që të mbajnë nën kontroll nivelet e glicemisë. Përmirëson pamjen e lëkurës. Nëse pini lëngun e aloe verës, ju do të keni një lëkurë tepër të shëndetshme, sepse lëngu gjithashtu ndihmon edhe në heqjen e thatësisë dhe largimin e irritimeve. Nga ana tjetër, e pasur me vitamina dhe minerale, aloe vera ofron një sër antioksidantësh. Për shkak të efektit laksativ, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë për të përmirësuar lëvizjen e zorrëve. Megjithatë, nuk duhet përdorur si një zgjidhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë me konsultim me mjekun. Filloni me doza të vogla dhe zgjidhni gjithmonë lëngun nga pjesa e brendshme e gjethes. Mbron lëkurën. Dehidratimi mund të jetë shkaktar i akneve, duke ndihmuar në hidratimin nga brenda. Lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë atë më të shndritshme. Ndihmon në kontrollin e sheqerit në gjak. Një studim i vitit 2015 zbuloi se përdorimi i ekstraktit të aloe verës tek personat prediabetik ndikoi në uljen e ndjeshme të sheqerit në gjak brenda 4 javësh. Ka veti antiinflamatore. Vitaminat C dhe E në aloe vera funksionojnë si antioksidant të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit. Ato luftojnë radikalet e lira që vijnë nga ndotja, duhani apo alkooli. Nëse trupi juaj është dëmtuar nga stresi oksidativ, antioksidantët ndihmojnë në rigjenerim. Përforcon sistemin imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, aloe vera ndihmon sistemin imunitar duke mbështetur procesin e shërimit dhe përmirësimin e funksioneve mbrojtëse të trupit. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!